Zotëri Drizi, si e keni parë koalicionin mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje në garën e balotazhit në Vushtre, a fiksoni realisht se mund ta humbisni garën për kryetar? Ky koalicion më njëherë u kontestuar nga Kryesia Qendrore e Lidhjes Demokratike të Kosovës se nuk ishte koalicion në mes të Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por ishte një koalicion në mes të Xhafer Tahirit dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Por ndryshe, jo, nuk friksohem nga koalicionet e tilla sepse unë kam koalicion me qytetarët e Vushtrisë pa dallim partije, pra tham me qytetarët e Vushtrisë pa dallim partije dhe respektoj çdo vendim, çdo verdikt të sovranit të qytetarit. A keni bërë ndonjë matje, çfarë rezultati presni me 9 nëntor kur do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve? Jo, nuk merrem me matje. Unë matjet e kam që kur e kam marrë mandatin, domethënë ju kam shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim, i kam qendruar besnik parimit dhe premtimit dhe zotimit tim se jam kryetari të gjithë qytetarëve, pra çdo qytetar i komunës së Vushtrisë e ka pas mundësinë, e ka pas derën hapur te kryetari i Vushtrisë me kontaktu kryetarin e Vushtrisë, madje kam pas numrin tim telefonit me më kontaktu edhe në telefon dhe kam pas një komunikim të shkëlqyeshëm edhe një bashkëpunim me qytetarët, kështu që nuk kam se çka friksohem. Krejt përfund, domethënë ju garës në balotazh keni vendosur t'i futeni vetëm, pa koalicion me ndonjë parti në Vushtre. Po gjithsesi unë nuk do të bëj koalicion me asnjë subjekt politik, unë koalicion e kam me qytetarët e Vushtrisë dhe do të provoj nëse kam punu si duhet që ta marrë edhe një mandat apo qytetarët vendosin ndryshe.